Vllazëria muslimane në fakt si e tillë nuk është e dhunshme. Pjesëtarët e saj pra nuk marrin pjesë në akte ekstreme. Më vojnë paqen, tolerancën, në sens në dukje. Në dukje, absolutisht jo, por ajo është, si thash, logjistika, ka autor, ka platforma, ku nga ajo pastaj ka dalë ekstremi duke u bazuar në konceptet e saj. Tani themelusin e njeriu në Baza konceptit saj është shariati, ligji shejt islam, apo? Përhapja ati, ndrimi i rendit liberal. Jo gjithsesi shariati, nga shariati mirët metoda, ose salafizmi është metoda, por që islami politik pastaj ka ndryshuar shumë gjona tjera. Tani nëse më lejon për në aspektin historik, nga konteksti historik. Pra, Elbona ishte një patriot egjiptas, absolutisht, pra, pavarësisht që baza e tij sot ka evoluar në forma tjera. Unë e përmend edhe me një emision tjetër, pra se në kohën kur kishte ra, thuja se sultanati, jo kishte ra definitivisht sultanati turk, ose Osman, më mirë me quajt, dhe kalifati ashtu kështu më herët, pra njerëz në Egjipt nuk kishin ndonjë vizion tjetër siç është demokracia apo komunizmi, dhe ata të vetmin ideologji dhe formë dhe të kulturës së tyre, të formimit të tyre kishin islamin. Dhe nga kjo pikpamje është nisë edhe ky mësues që duket se ka ardhur nga një familje që ka bën rregullimin e orëve dhe pastaj është shkolluar në Kairo. Pra, për të mos i përsëritur ato gjona që kem thonë dhe në emisione tjera, pra ky me një grumbull shokujsh të tij, pra vinë në përfundim që të formojmë një organizatë e cila do të ndihmon në të gjitha fushat dhe të gjitha shtresat e popullatës, duke fillu prej plegjëve, të rinjve e tjera. Dhe pikrisht ky ka formuar në atë kohë një koncept për 50 pikësh, që pak a shumë një platformë të tij, e cila pra ashtu siç ke manifestet e komunistëve dhe të tjerëve, që definon parafërsisht, po them, se si duhet të manifestohet çështja e salafizmit si metodë dhe çështja politike e krahas kësaj, ndër të tjera më kryesorje pra është reformimi i individit. Pra reformimi i individit nga aspekti islam kuptohet. Pastaj në qoftë se reformojmë individin sipas tij, mund të formojmë dhe familjen, që po vrehet edhe këtu te na dhe çdo kund tjetër, pra. Në qoftë se reformohet familja, gradualisht shkallë hap pas hapi reformohet dhe shoqëria, dhe disa nga ideatorët e mëvonshëm pra shkojnë aq larg sa që mendojnë se në një periudhë 200-300 vjetëçare mund të nënshtrohet i tërë globi, nëse nuk nënshtrohet, spaku mund të reformohet i tërë njerëzimi duke jetuar në qetësi, në paqe sipas ligjeve të shariatit. Ky është sa i përket Hasan Albonës, pastaj vjen ideatori tjetër që shkon një shkallë më larg. Që është Said Qutbi. Said Qutbi në fakt në fillim nuk ishte qenë as religios, mandej kishte qenë edhe përfaqësues i institucioneve në Ministrinë e Arsimit, dhe vetë Ministria e Arsimit egjiptase e kishte dërguar në Colorado pra për të marrë me reformat e arsimit, por që në fakt ai atje ishte ndeshur me një pamje kulturore që absolutisht nuk përputhej si duket me karakterin e shoqërisë së tij dhe me karakterin e tij, dhe ka në memoarit e tij që shkruan se shoqëria degeneruar e prostitucionit e tjera, dhe kur kthehet thjesht ai është autori disa libra, por libra më rëndësishme e tij në këtë drejtim është Rruga e Shenjtë quhet,